Kryetarja e Komisionit Parlamentar të Integrimit, njëherëzi drejtuese e Këshillit Kombëtar të Integrimit, Majlinda Bregu, një ditë pas publikimit të konkluzioneve të Këshillit Evropian, i kërkoi politikës të formulojë një qëndrim kombëtar për plotësimin e kushteve të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave. Ne nuk i negociojmë dot kushtet që Europa na vendos, qofshin ato 5, 7 apo kush e di se sa do të shtohen nesër gjatë rrugës, por ne mund të negociojmë me njëri tjetrin si shqiptar për Shqipërinë dhe të formulojmë një qëndrim kombëtar ku domosdoshmërisht plotësimi i detyrimeve që sot janë para nesh do të jetë interesi kombëtar i të gjithë shqiptarëve, pavarësisht datës se kur do të hapen negociatat. Deputetja demokrate Majlinda Bregu thotë se ka ardhur koha e përballjes me reforma të mëdha dhe të dhimbshme. Ka filluar countdowni i përballjes me reformat e thella dhe të dhimbshme. Luftë kundër kulturës së pandëshkueshmërisë, luftë kundër përfshirjes së krimit në politikë, luftë kundër shkatrimit të standardeve zgjedhore. Problemet e brendshme të Bashkimit Evropian ka kohë që projektojnë më shumë paqartësi për procesin e zgjerimit, theksoi Bregu. Ndaj sipas saj, nëse qeveria do të zgjedhë të bindë Evropën vetëm me retorikën, kjo do të na kushtojë më tepër.